Zoti ju bekoft në këtë ditë, të dashur vëllezër, motra, dhe të gjithë personat që na vizitojnë për herë të parë, personat e rinj në kish, mirë se vini në mësimin e ditës së sotme. Perëndia ynë është shumë afër nesh, duke pritur që zemra jon të jetë e përgatitur për të. Kështu që sot, si çdo herë, do të jemi të gëzuar dhe të lumtur, me zemër të përgatitur për ta nderuar, për të përlëvduar Perëndin, për të përgatitur e për të zotuar me Zotin, se do të ndjekim rrugët e Tij dhe se do t'i vëmë qëllim vetes të lexojmë Biblën, sepse Bibla është libri që na flet për Perëndin. Nëse ne e dim se Perëndia ekziston, është fal këtij libri të mrekullueshëm, Biblës. Dhe Biblës Perëndia i jep jetë. Njerëzve u duket se është një libër që është shumë i vjetër, i lashtë, dhe se tani më nuk shërben më, se nuk mundet, se nuk duhet të predikojmë. Ka njerëz që thonë se nuk kanë më çfarë të predikojnë sepse dinë çdo gjë, sepse kanë predikuar për çdo gjë, kanë mësuar për çdo gjë, por nuk është kështu. Sa herë që ne e marrim Biblën me zemër, me sinqeritet, për ta lexuar, fryma e shenjtë vjen tek ne. Dhe ai na frymëzon, ai na jep atë lumturia të gëzim, na hap mendjen, na jep zgjuarsinë për të kuptuar. Perëndia u jep jetë të gjitha shkrimeve. Zoti bën që të jenë të gjalla, që të jenë të vërteta në jetën tonë. Kështu që këto shkrime ishin reale, të vërteta, për shumë njerëz 2000 e më shumë vite më parë dhe sot janë për ne. Lavdi dhe nder Perëndis ton, dhe mund të uleni të zini vendet tuaja, mund të uleni dhe sot e ka radhën për të lexuar Mateu në kapitullin 10 të Ungjillit sipas Mateut. Por para se të lexojmë Ungjillin sipas Mateut, unë do doja të theksoja, të vija në pa lavdinë e Zotit ton Jezu Krisht. Unë do doja të flisja pak për profecinë, që profetët ose disa nga profetët në lashtësi profetizuan lidhur me Zotin, lidhur me ardhjen e Zotit Jezu Krisht. Dhe ne i gjejmë këto profeci në shumë pjesë të Biblës. Gjejmë se Mojsiun Perëndia e përdori për të folur për Mesian, për shpëtimtarin që do të vinte në të ardhmen. Ligji i Mojsiut bazohet themeli mbi fjalën e Zotit, mbi urdhërimet e Tij të cilat janë të vlefshme edhe sot. Zoti Jezu Krisht, kur ishte në tokë duke mësuar, ai u rekomandonte të gjithëve që t'i zbatonin urdhërimet e Zotit. Por gjithashtu gjejmë edhe profetët në lashtësi. Dhe profetët flisnin se në të ardhmen do të vinte Zoti, do të vinte Mesia shpëtimtari, pararendësi, dhe ai do të shpëtonte njerëzit. Se do të vinte ai mbreti përsosur që do të qeveriste në mënyrë të përsosur. Njerëzit e interpretuan se bëhej fjalë për një mbret fizik e material si të gjithë mbretërit që pati në lashtësi populli i Izraelit. Ata prisnin një mbret të tillë, por Perëndia po fliste për një mbret në kuptimin shpirtëror. Mbretëria e të cilit ose qeverisja e të cilit ishte shpirtërore. Prandaj Zoti Jezus shumë herë tha se mbretëria e Tij nuk ishte kësaj bote, por ishte shpirtërore. Kështu që do të kujtojmë këto premtime që Perëndia i tha nëpërmjet profetëve të Tij, nëpërmjet shërbëtorëve të Tij, lidhur me atë mbret të përsosur, lidhur me Mesian, me shpëtimtarin, me Zotin ton Jezu Krisht në Psalmin numër 2. Unë gjithmonë u rekomandoj personave të lexojnë psalmet, sepse te psalmet gjejmë jetën. Sikur të ishte një biografi e Zotit ton Jezu Krisht, gjejmë lutje
dhe lavdërime për Perëndin, këngë për Zotin, të cilat mund t'ja shprehim duke folur ose me melodi, me muzikë. Sipas dëshirës së gjithë secilit, sipas talentit që ka secili. Nëse dikush ka talentin të kompozoj muzikë psalmeve, mund ta bëjë dhe t'i këndoj Perëndis, ta nderoj Perëndin me melodi. Ne që nuk e kemi këtë talent, atëherë i lexojmë, i shqiptojmë. Por psalmet janë kaq të rëndësishme sepse aty mësojmë të lutemi, po ashtu dhe mësojmë ta përlëvdojmë Perëndin. Dhe këtu te psalmi numër 2 do të theksojmë, ose psalmi 2 thekson vënë pa Zotin Jezu Krisht në lidhje me leximin që do të bëjmë te Mateu te kapitulli 10. Thot: Pse zjejnë kombet dhe pse popujt kurdisin gjëra të kota? Mbretrit e dheut mblidhen dhe princat këshillohen bashk kundër Zotit dhe të vajosurit të tij. Kjo që sapo lexuam është te Ungjit, është ajo që tani kemi parë, kur njerëzit e ndiqnin Zotin dhe po ashtu edhe armiqtë e tij, farisejt, saducejt dhe të gjithë ata që e ndiqnin për ta kritikuar dhe për të hedhur poshtë mësimet e tij. Prandaj, kjo ishte profetizuar. Zoti e kishte profetizuar shumë shekuj më parë. Thot se do të mblidheshin, se princat do të këshilloheshin kundër Perëndis, kundër të vajosurit të tij, kundër shërbëtorit të tij, dhe kur disnin t'i bënin keq, kur disnin ta dëmtonin, duke thënë le t'i këpusim prangat e tyre dhe t'i heqim qafe elitaret e tyre. Dhe në vargun 4, vetë Perëndia thot, ai që ulet në qejt do të qesh. Ai që ulet në qejt është Perëndia ynë, do të qesh, Zoti do të tallet me ta, me ata mbretër, me ata pushtetar, me ata prijës njerëzor në tokë, që kritikonin, që hidhnin poshtë fjalën e Zotit. Thuhet se Zoti do të tallej me ta sepse Zoti po shikonte se këta njerëz, këto qenie njerëzore po luftonin kundër tij. Po luftonin kundër të fuqishmit, kundër të madhit, kundër atij që krijoi universin, Perëndis ton, si të mos tallej Zoti me ata njerëz të mirë, le të themi kështu, që po bëheshin, po ktheheshin në armiq të tij. Dhe më pas në vargun 5 thot: atëherë do të flas në zemrimin e tij dhe do t'i tremb në indinjatën e tij të madhe dhe do të thot: e vendosa mbretin tim, thot Perëndia ynë, e vendosa mbretin tim mbi Sionin, malin tim të shenjtë. Sioni është kisha e Zotit Jezu Krisht. Mali i shenjtë është po ashtu kisha. Dhe thot: e vendosa mbretin tim. Kjo ishte profecia që Davidi po profetizonte për të ardhmen, për përmbushjen e ardhjes së Mesias, kur ai të vinte, kur ai të ishte në tokë duke predikuar. Dhe këtu në vargun 7 thot: do të shpall dekretin, thoshte Zoti, Perëndia ynë, do të shpall dekretin e Zotit, ai më ka thënë: ti je biri im, sot më linde. Kur Perëndia ynë thot në këtë varg, ti je biri im, sot më linde, ne kujtojmë se e kemi lexuar tani më te Mateu 3, vargjet 16 dhe 17, kur u bë pagëzimi në ujë i Zotit Jezu Krisht, kur Gjon Pagëzori e pagëzoi Zotin Jezus në lumin Jordan, thuhet se qejt u hapën dhe se u dëgjua një zë nga qielli dhe shumë persona e dëgjuan, dhe ai zë nga qielli thoshte: ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim, dëgjojeni atë. Këto ishin fjalët që ata dëgjuan. Perëndia duke thënë: ky është biri im i dashur, dëgjojeni atë.
ndiqeni atë, tek ai besoni. Dhe kjo ishte e profetizuar këtu, në vargun 7, do të shpall dekretin e Zotit, ai më ka thënë ti e biri im, sot më linde. Kur flet për lindjen, i referohej mishit, pjesës së mishit, atë që Perëndia ngjizi ose fryma e shenjtë. Ngjizi, kur thuhet se fryma e shenjtë erdhi mbi Marin dhe ajo mbeti shtatzën me Zotin. Pra, Perëndia ngjizi atë pjesë fizike, atë materie, sepse ishte vetë Perëndia që do të shfaqej në tokë. Vetë Perëndia, por jo gjithë plotësia e tij, por një pjesë shumë e vogël, gjëja më e vogël që mund të ekzistojë, që të mund ta kuptojmë me aftësinë tonë njerëzore, pjesa më e vogël e mundshme e Zotit, e Perëndis, ishte ajo që erdhi në barkun e Maris, dhe më pas erdhi Zoti dhe jetoi këtu në tokë, por ishte vetë Perëndia, ishte Perëndia me ne. Dhe kjo ishte një profeci tjetër që e gjejmë po ashtu te profeti Isaia, kur Zoti thoshte sa i vetë do të ishte në tokë duke mësuar ndjekësit e tij, dhe sa atëherë njerëzit do të thoshin Perëndia është me ne. Kjo pra, të gjitha këto Perëndia i bën sepse ai është i fuqishëm dhe sepse për të asgjë nuk është e pamundur. Dhe lavdia dhe nderi qofshin për Perëndin ton dhe falenderojmë sepse ne jemi këtu duke besuar në atë Perëndi kaq madhështor, kaq të madh, dhe nuk kemi fjalë për të shprehur madhështinë e tij. Por aq sa arrim të kuptojmë. Këtu Zoti thoshte pra, ti je biri im, duke folur për Zotin Jezu Krisht, sot më linde. Më kërko dhe unë do të të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbardheun si zotërim tëndin. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop si en prej argjile. Pushteti, fuqia që do të kishte Zoti kur të ishte në tokë, duke predikuar, duke mësuar, lidhur me mbretërinë e qejve. Ai do të bënte cop dhe do të coptonte rebelët, mosbesuesit, të pabesët. Dhe në vargun 10 thot, tani pra, o mbretër, tregohuni të urtë, pranoni ndreqjen o gjykatës të dheut, shërbeni me frikë Zotin dhe gëzohuni me dridhma. Nënshtrohuni kujt? Nënshtrohuni birit, që të mos zemrohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemrimi i tij mund të ndizet në një çast. Nënshtrohuni birit. Thot lum, çfarë thot fjalia e fundit? Lum ata që gjejnë stre te kush? Te Zoti Jezu Krisht. Lum të gjithë ata që kanë besim te Zoti Jezu Krisht, lum ata që kanë besim te biri i Perëndis, lum ata që kanë besim te ky mbret i përsosur, të cilin Zoti e dërgoi dhe e vendosi në botë, në tokë, për të qeverisur. Qeverisja e tij është shpirtërore, ai qeveris shpirtrat tan, qeveris zemrën ton, na qeveris. Ne nuk mund të bëjmë atë që duam sepse ai po na qeveris. Ai na nxit të bëjmë gjëra të mira. Ta ndjekim atë, të bëjmë atë që është e mirë, e drejtë, falenderojmë Zotin për këtë. Kjo është njëra nga profecitë e shumta që Perëndia ynë tha nëpërmjet gojës së shërbëtorëve të tij, të profetëve, lidhur me Zotin Jezu Krisht. Le të vazhdojmë tani me leximin ton të radhës te Mateu 10. Mateu 10, por ne tani do t'i japim atë vlerë, do të admirojmë mënyrën se si Zoti u soll në tokë, atë që ai përjetoi, për ndjekjen, që ai përjetoi, por edhe mënyrën se si ai e bëri punën e tij, mrekullitë që bëri, për të cilat edhe ne sot e nderojmë Zotin dhe e falenderojmë atë,
sepse ai po i bën edhe në mes nesh të gjitha këto mrekulli. Falenderojmë atë, dhe këtu te Mateu 10 thot, dhe Jezusi i thirri të 12 dishepujt e tij pranë vetes, duke folur pra për Zotin Jezu Krisht, u dha pushtet t'i dëbojnë frymrat e ndyra. Thuhet se Zoti thirri pranë vetes të 12 dishepujt dhe u dha pushtet t'i dëbojnë frymrat e ndyra dhe për të shëruar çdo sëmundje e çdo lëngat. Ne, ose personat që e lexojnë Biblën, që e kanë lexuar shumë Biblën, e kanë vënë re se në Dhjatën e Vjetër pothuajse nuk flitej për demonët, pothuajse nuk flitej për personat që vuanin nga ato frymra të liga që i mundonin, që kishte njerëz me demencë, me çrregullime mendore për shkak të gjithë këtyre shpirtrave që vinin të banonin të këto qenje njerëzore, të qenjet, qofshin burra, gra apo fëmijë. Demoni nuk shikon moshën, por kërkon një trup fizik ku të banoj për të ndjerë qetësi dhe paqe, fryma e ligë. Prandaj për këtë nuk lexohej në lashtësi, sepse Perëndia kishte vendosur, kishte urdhëruar nëpërmjet ligjit që të gjithë personat e sëmur duhet të shkonin te kryeprifti, që kryeprifti të lutej për ta, që kryeprifti të bënte një flijim dhe t'i kërkonte Perëndis për shëndetin e personave. Kështu që njerëzit ose populli duhet të shkonte te prifti, të çonin ofertat e tyre, dhe prifti ishte ai që e shpallte të shëruar personin. Ai ishte përgjegjës për ta kryer këtë punë, këtë pjesë, për të lutur për shërimin e njerëzve. Prandaj, tani që po lexojmë Ungjit, shohim se tani po flitet dhe përmenden persona që janë të lidhur shpirtërisht nga frymra të këqija, dhe se këta demon e sëmurin personi sëmuret dhe mjekët, doktorët, nuk e njohin sëmundje, nuk din të japin mjekimin e duhur për atë sëmundje, sepse kjo është diçka shpirtërore, dhe kështu që njerëzit vuajnë. Por kur këta persona njohin Perëndin, kur arrin të njohin Zotin, atëherë Perëndia fillon të bëjë mrekullin, të bëjë shërimin, të çlirojë dhe të qortoj ato frymra të liga dhe njerëzit shërohen. Dhe kjo është ajo që ne po shohim këtu në Ungjit, se Zoti u jepte atë autoritet dhe atë pushtet apostujve që edhe ata të shkonin dhe të luteshin për këta persona në mënyrë që ata të çliroheshin nga ato frymra të liga. Prandaj këtu në vargun 1 që thuhet se u dha pushtet dishepujve të tij mbi frymrat e ndyra që t'i dëbonin dhe që të shëronin çdo sëmundje dhe çdo lëngat. Mirë, këtu rendit emrat e 12 apostujve, Simoni i quajtur Pjetër dhe Andrea vëllai i tij, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni vëllai i tij, Filipi, Bartolomeu, Thomai dhe Mateu, ta grambledhësi Jakobi i Alfeut dhe Lebeu i mbiquajtur Tade, Simon Kananeasi dhe Jud Iskarioti, ai që edhe e tradhtoi. Vargu 5 thot, këta të 12 Jezusi i dërgoi mbasi i urdhëroi duke thënë: mos shkoni ndër pagan. Pse Zoti po u andalonte të shkonin te paganët? Thot, dhe mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, sepse Zoti Jezus po përmbushte një mision. Misioni që Ati i kishte dhënë atij ishte që ai duhej të shpëtonte popullin e tij, të shpëtonte atë popull që ai kishte zgjedhur. Në Dhjatën e Vjetër thuhet se Perëndia formoi popullin e Izraelit me 12 fise, por më pas mbretëria u nda në 2 pjesë, dhe 10 fise u qeverisën nga një mbret që u quajt mbreti i Izraelit, ndërsa fisi tjetër ishte fisi i Judës, që qeverisej po ashtu nga një mbret tjetër, dhe ai qeveriste vetëm fisin e Judës.
kryeqyteti të cilit ishte Jeruzalemi. Kështu që Perëndia thot se ai e zgjodhi Jeruzalemin për ta ndërtuar aty tempullin e tij dhe për të vendosur tempullin fizik dhe që të gjithë të shkonin atje për të adhuruar Perëndin, për të çuar flijimet dhe ofertat. Dhe Perëndia dëshironte që ai fisi i Judës të ishte i përsosur, të ishin njerëz të shenjtë dhe të përsosur që të bënin vullnetin e Zotit. Por këtë bëri Perëndia dhe Salomoni bëri atë tempull të mrekullueshëm në Jeruzalem, megjithatë populli ose fisi i Judës nuk ndoqi rrugët e Zotit. Ata ndoqën rrugët e pjesës tjetër të fiseve, të gjithë popullit të Izraelit, dhe edhe ata filluan të praktikonin të gjitha besimet fetare dhe idhujtarinë e të gjitha kombeve, fqinje, të gjithë fqinjve të tyre. Ky ishte mëkati i madh i popullit në lashtësi. Mirë, kështu që prandaj Zoti, Perëndia ynë, i tha Zotit se ai do të dërgonte shpëtimtarin, Mesian, por ai thoshte që të shpëtonte së pari delet e Izraelit. Së pari duhet të shpëtohen delet e Izraelit, së pari duhej t'u jepej atyre mundësia që t'u predikohej, dhe pastaj Zoti thoshte do të ke mëshirë dhe do t'u predikoj po ashtu edhe paganëve që ishin të gjitha kombet e tjera që janë në planet. Prandaj këtu Zoti Jezus nuk mund të dilte nga territori i Judës për të shkuar në një territor tjetër për të predikuar, por duhet të qëndronte vetëm në Judë, në Jeruzalem dhe në të gjitha qytetet që i përkisnin Judës. Prandaj Zoti u tha dishepujve të tij që të mos shkonin tu predikonin paganëve, sepse nuk ishte ardhur ende koha. Edhe paganëve do t'u predikohej, por në kohën e duhur, dhe nuk ishte më Zoti. Ai që e bëri këtë në të vërtetë ishin pali dhe dishepujt të tjerë, ata që filluan t'u predikonin paganëve. Kështu, kur Zoti u tha, kur u thot mos shkonin ndër pagan dhe mos hynin në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më tepër, thot në vargun 6, por shkoni më tepër te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Sa e bukur është kjo! Sa do të më pëlqente që ju ta lexonit këtë varg, që ju ta mbani në zemrat tuaja se si Zoti u thot, po shkoni ku? Shkoni më tepër. Zoti me mëshirën e tij donte t'i shpëtonte. Thot, shkoni dhe predikoni duke thënë, mbretëria e qejve u afrua. Shëroni të sëmurët, u thoshte, shëroni të sëmurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, këto dhunti, këtë pushtet, këtë fuqi, i morët falas, prandaj edhe ju, falas do t'u shërbeni njerëzve me të gjitha këto mrekulli që ata të kenë shërim dhe çlirim dhe të kenë mëshirën e Perëndis. Ju nuk duhet të shkoni të kërkoni pagesë para për të bërë këtë vepër. Dhe Zoti thot, mos grumbulloni ar, as argjend, as bakër në qesen tuaj. Ai u tha të mos grumbullonin para, sepse Zoti e dinte se duke qenë se ata do të luteshin për personat, do të bëheshin kaq shumë mrekulli dhe shenja, të gjithë njerëzit do të vërshonin duke u dhënë dishepujve dhurata. Do t'u sillnin dhurata, do t'u jepnin ushqime, strehim, të gjitha gjërat e nevojshme, njerëzit do t'u jepnin atyre gjithçka dhe nuk do të kishin ku t'i mbanin të gjitha ato që do të merrnin si dhurata. Dhe duke qenë se Zoti e dinte se kjo do të ndodhte, prandaj u tha të mos merrnin as 2 palë rroba dhe as para, sepse do t'u tepronin të gjitha. Dhe kështu ndodhi, këtë e tregon Bibla, ata dilnin për ta kryer atë punë dhe thuhet se u bën shumë mrekulli dhe shumë shërime. Prandaj thuhet, ose Bibla këtu thot se Zoti Jezu Krisht rreth moshës 30 vjeçare filloi shërbesën e tij, filloi të predikonte mbretërinë e qejve dhe në moshën 33 vjeçare ai përfundoi punën e tij. Por edhe apostujt e bën punën e tyre dhe ishte një shërbes, një punë e përditshme çdo ditë e pandërprer.
dhe sa mira njerëz u shëruan, sa mira u çliruan, u ringjallën, që historia nuk na i tregon, por ne kështu e përfytyrojmë, e imagjinojmë se ka ndodhur. Vet Gjoni, apostulli, Gjon thot se po t'ishin shkruar në libra të gjitha ato që bëri Zoti Jezu Krisht, ai thot në një mënyrë hiperbolike, thot vet bota nuk do t'i nxinte librat. Nuk do të kishte vend në botë për të gjitha gjërat që Zoti bëri, duke dhënë të kuptuar se ishin me mira e me mira mrekulli. Falenderojmë Perëndin ton. Thot në vargun 10, Zoti u rekomandon mos merrni as trasta për udh, as dy pal tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori është çfarë i denj për ushqimin e vet. Dhe kështu ndodhi. Dhe në vargu 11, por në çfarë do qytet ose fshat që të hyni, pyetni kush është i denj në të, dhe atje qëndroni derisa të niseni. Sigurisht, ata duhej së pari të kërkonin leje në vendin ku mbërrinin, a na lejoni të hymë sepse duam t'ju flasim për Perëndin, duam të predikojmë lidhur me mbretërinë e qejve, duam të bëjmë këtu punën për të cilën Perëndia na ka dërguar, prandaj a na lejoni të hymë? Dhe njerëzit do të thoshin po hyni dhe na flisni për Perëndin. Të tjerë do të thoshin ne nuk duam të na flisni për Perëndin, ju jeni gënjeshtar. Me siguri e përfytyrojmë se sa shumë gjëra dhe sa shumë përçmime patën dishepujt nga njerëzit që i refuzonin. Dhe Zoti u thot, kur ju ta keni atë informacion se vendi ku do të hyni është i denj, do me thënë se pranojnë të hyni dhe të dëgjojnë fjalën e Perëndis, atëherë, thot kur të hyni në shtëpi, përshëndeteni, thot përshëndeteni. Dhe nëse ajo shtëpi është e denj, le të vi paqja juaj mbi të, thot, por nëse nuk është e denj, paqja juaj le të kthehet te ju. Pra thuhet se nëse ata njerëz e dëgjonin predikimin e tyre, atëherë paqja e tyre, bekimi i tyre, ajo që ata kishin marrë nga Perëndia do të mbetej në atë shtëpi, në atë familje, dhe ata do të merrnin bekimin e Perëndis. Por nëse ata bëheshin rebel dhe nuk donin të pranonin që të flitej për Perëndin dhe aq më pak të besonin në mbretërinë e qejve, atëherë thuhet se paqja e tyre do të kthehej dhe kështu që do të vinte një ndëshkim për këta njerëz ose për atë familje në atë vend. Dhe në vargun 14 thot, dhe nëse dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dal nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin e këmbëve tuaja. Kjo ishte një mënyrë të thëni, ndoshta nuk ishte ose po, si pas zakoneve dhe traditave të asaj kohe, thuhet se ata ishin të mësuar të bënin të gjitha këto gjëra kur zemroheshin, që shkundnin këpucët, sandalet, por këtu Zoti u thot, dilni nga i qytet dhe shkundni plurin, do me thënë, paqja juaj, ajo që ju keni nga Perëndia, askush nuk do ta marrë, ata njerëz nuk do ta kenë bekimin e Perëndis, sepse nuk ju pranuan, sepse nuk ju dëgjuan, sepse ju përbuzën. Këtë u thoshte Zoti. Dhe sa e veçantë dhe sa e bukur është kjo kur në fillim unë thash se Perëndia u jep jetë këtyre shkrimeve, është sepse pikërisht tani unë po kujtoj se edhe mua në fillim më ndodhen shumë gjëra të ngjashme me këto. Kur Zoti mua më dërgonte në për shtëpi dhe më dërgojte disa familje, më thoshte, shko te kjo familje, më thoshte emrin dhe mbiemrin e tyre, shko atje dhe çohu mesazhin tim, dhe nëse të dëgjojnë, unë do t'i bekoj dhe nëse nuk të dëgjojnë, do të vijë ndëshkimi. Dhe unë shkoja dhe u aqoja mesazhin, u jepja profecin dhe Zoti u fliste, disa dëgjuan, disa besuan, më falenderuan, dhe thanë se do të bashkoheshin me ne në lutjet, sepse u kishte pëlqyer ajo që Perëndia u kishte thënë, por të tjerë ju tregoj se më bënin të qaja.
Disa të tjerë më bën të qaj nga të gjitha ato që më thanë, se isha e çmendur, se isha e pushtuar nga demonët, se isha shtrig. Mirë, çfarë nuk më thoshin? Të gjitha këto mi thoshin dhe unë qaja, megjithatë unë e jepja mesazhin. Dhe thoja, unë do ta jap mesazhin sepse Zoti më ka dërguar të jap një mesazh. Prandaj unë e jepja mesazhin, përmbushja detyrën time dhe ikja. Largohesha dhe Zoti thoshte, unë do t'i ndëshkoj ata sepse nuk e dëgjuan fjalën time, sepse më përbuzën, më përçmuan, por unë kur nuk e kuptoja. Në atë kohë nuk e kuptoja, isha shumë e re, sapo kisha filluar, nuk kisha pasur kaq shumë përjetime, eksperjenca me Zotin dhe nuk e kuptoja, megjithatë unë thjesht ju binda Zotit dhe mbaj mend se kaloi koha dhe Zoti me të vërtet i ndëshkoi ato familje. I ndëshkoi. Atëherë e kuptova se Perëndia po ishte aty, se ishte Perëndia që fliste përmes meje, se Perëndia ishte ai Perëndi vërtet që unë po njihja, se ky Perëndi për të cilin është shkruar këtu në Bibël u jep jetë të gjitha shkrimeve dhe ai bën me ne të njëjtat gjëra. Prandaj thuhet se ai është i njëjti dje, sot dhe në përjetësi. Sa ishte i njëjti Perëndi. Kështu që kjo ishte diçka reale. E besoj, nuk është se nuk e besoni ju, por unë ju tregoj se edhe unë kam jetuar diçka të ngjashme po ashtu. Diçka të ngjashme në atë kohë, rreth 50 vjet ose më shumë se 50 vjet më parë. Dhe kështu ndodhi, Perëndia i ndëshkonte personat, sepse e përbuznin fjalën e tij. Atëherë këtu thuhet në vargun 24, dishepulli nuk është mbi mësuesin dhe as shërbëtori mbi të Zotin. I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtorit si Zoti. Nëse zotërinë e shtëpisë e quajtën Belzebub, që do të thotë djalli ose Satan, aq më tepër do t'i quajnë ashtu ndjekësit e tij. Ata të shtëpisë së tij janë ndjekësit e Zotit Jezu Krisht, kur thuhet, nëse zotërinë e shtëpisë e trajtua në këtë mënyrë, aq më tepër pjesën tjetër të familjes së tij. Zoti po jepte një ilustrim, një shembull, dhe Zoti u thoshte ju mos u shqetësoni, flisni dhe predikoni. Nëse mua më kanë refuzuar, nëse mua më kanë etiketuar sepse Zotin Jezus etiketuan se ishte i pushtuar nga demonët, thanë se ajo që ai fliste ishte nga demonët. Atëherë Zoti thot, nëse mua që jam mësuesi, që jam i dërguari, mbreti, dhe më kanë thënë të gjitha këto fyerje dhe më kanë përbuzur, aq më tepër ju që jeni dishepujt e mi, edhe ju do të përjetoni të njëjtën gjë, për mos u shqetësoni, vazhdoni ecni përpara sepse Perëndia do t'u jap fitoren. Perëndia jep fitoren. Këtë u thoshte Zoti dhe kështu Zoti e përmbush dhe ka përmbushur dhe vazhdon ta përmbush. Kjo fjalë është fjalë e gjallë, fjala e gjallë e Zotit. Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. E falenderojmë Zotin dhe këtu, atëherë Zoti u jepte atyre këto udhëzime. Dhe këtu në vargun 23 u thot, por kur t'ju përndjeki në një qytet, ikni në një tjetër, sepse në të vërtet ju them se nuk do të përfundoni së përshkruari i qytetet e Izraelit, nuk do të përfundoni së ungjillëzuari dhe kështu ndodhi, sepse në të vërtet ata kur nuk arritën ta ungjillëzonin të gjithë territorin. Dhe kjo është fjala e Perëndisë tonë. Kjo është ajo që Perëndia bëri në atë kohë, ajo pak që na tregon kjo histori kaq e shkurtër, sepse e gjithë kjo është vetëm një përmbledhje e gjithçkaje që Zoti me të vërtet bëri dhe gjithçkaje që ndodhi në atë kohë, por fal Perëndisë ton, sepse edhe sot ne kemi atë Zot të gjallë, Perëndin ton dhe frymën e shenjtë, kemi dhuntit frymërore, fal Zotit, kemi këtë ndihmë nga Perëndia ynë, fal Ti. Dhe në vargun 26 thot, mos ja kini frikën pra, sepse nuk ka gjë të mbuluar që të mos zbulohet dhe as gjë të fshehur që nuk do të njihet. Zoti u jepte ngushëllim dhe u thoshte punoni, ungjillëzoni, vazhdoni ecni përpara dhe mos kini frikë, sepse unë do t'u jap fitoren. Dhe falenderojmë Perëndin ton, sepse kështu ka qenë.
Këtë kishë e ka mbajtur Zoti gjatë të gjitha këtyre viteve. Kjo kishë admirohet nga shumë udhëheqës lidera fetar. Na pyesin dhe na thonë se si ja bëjmë ne që t'i nënshtrojmë njerëzit nën udhëheqjen tonë, se si ja bëjmë që të nënshtrojmë me mira pastor, se si ja bëjmë. Ata thonë se ata vetë nuk janë në gjendje të drejtojnë një kishë me 400 persona. Këtë thonë ata, se si ja bëjmë ne për të menaxhuar rreth 1500 kisha tona në vende të ndryshme. Kush është vallë? Çfarë mendoni ju, vëllezër dhe motra? Kush është ai që qeveris? Kush është ai që nënshtron? Kush është ai që na ka mahnitur? Që na ka bërë të dashurohemi me rrugët e tij, me fjalën e tij, me mrekullitë e tij. Zoti ynë është Zoti ynë që na mban të gjithëve së bashku. Të gjithëve bashk. Një njeri nuk është në gjendje të sundojë një njeri tjetër, nuk mundet. Si mund të sundoj dikush me mira njerëz, por për Perëndin është ai që bën të gjitha gjërat, faleminderit Zotit, dhe kur ata pyesin ne u themi, mirë, ju duhet të njihni formulën. Dhe a e dini cila është formula? Fryma e shenjtë, dhuntit. Perëndia ynë është ai që na drejton, na qeveris, na udhëheq. Është ai që bën çdo gjë në jetën tonë. Ne këtu vetëm hapim gojën dhe predikojmë dhe Zoti është ai që bën të gjitha mrekullitë. Është ai që vepron, falenderojmë Zotin, dhe në vargun 27 që vijon thuhet: atë që ju them në errësirë thoni në dritë, dhe atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatit. Dhe mos kini frikë, u thoshte Zoti, dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund ta vrasin shpirtin. Duke dhënë të kuptuar qenie njerëzore, mos u shqetësoni për njeriun, që dikush ndoshta mund të shkojë të marrë jetën një tjetri, i merr jetën, i vret trupin, por shpirtin jo, sepse shpirti i përket kujt? Perëndis ton. Thot, por kini frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb edhe shpirtin edhe trupin në ferr. Kë duhet të kemi frikë? Perëndin ton, sepse ai është i vetmi që ka fuqinë për të shpëtuar, për të ndëshkuar, për të dërguar shpirtrat në mbretërinë e qejve ose në ferr. Është Perëndia ynë, ai është i vetmi që mund t'i bëjë këto gjëra. Atë duhet ta kemi frikë, por jo të friksohemi prej tij. Prej Perëndis nuk duhet të friksohemi, por duhet ta duam atë. Kur themi të kemi frikë nga ai, do të thotë ta nderojmë, ta përlëvdojmë, ta adhurojmë, të bindemi urdhrave të tij, të zbatojmë urdhërimet e tij, të bëjmë vullnetin e tij, e gjithë kjo quhet të kesh frikë nga Perëndia, ti druhesh. Ne duhet të kemi frikë nga Zoti gjithmonë, të besojmë tek ai, të kërkojmë atë Perëndit e vërtet në frymë, faleminderit mbretit. Dhe pastaj mirë, vargu 29 thot: a nuk shiten vallë 2 harabela për një aspër, dhe megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e Atit tuaj. Gjithçka është vullneti i Perëndis, por te ju edhe të gjitha fijet e flokëve janë të numëruara. Është e pabesueshme e gjithë kjo, që Zoti i ka të numëruara edhe fijet e flokëve tan. Mos kini frikë pra, ju vleni më tepër se shumë harabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej, thot Zoti, u thoshte, kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, edhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim në qej. Këtu duke thënë se ne nuk duhet të turpërohemi që të flasim për Perëndin. Nuk duhet të turpërohemi që të zbulojmë identitetin ton kur ju ose kur ndodhemi në ndonjë vend, qoftë në fabrik, në kompani, në universitet, në shkollë, në punë, në rrugë apo kudo tjetër, kudo ku të jemi duke kryer rolet tona, detyrat tona të përditshme për të jetuar, të punës apo kudo tjetër, kush jeni ju, cilës kishe i përkisni, a besoni në Zot? Unë jam besimtar. Unë lexoj Biblën.
besoj në Zot. Dhe shkoj në kishën time, dhe në kishën time Perëndia shfaqet dhe Perëndia flet. Pse duhet të na vi turp për këtë? Pse duhet të turpërohemi për këto gjëra? Ne duhet ta rrëfejmë Perëndin ton, të rrëfejmë atë që na dha jetën. Dhe thuhet se përpara njerëzve nuk kemi pse të turpërohemi. Ka persona që kanë turp të zbulojnë identitetin e tyre shpirtëror, dhe atëherë e mohojnë dhe fshihen nga frika. Frika nga familja, frika nga bashkëshortja, nga prindrit, nga fëmijët, nga familjarët, nga fëmijët, nga miqt, nga vetë shoqëria, dhe kanë frikë nga çdo gjë, dhe kanë turp. Dhe Zoti thotë se edhe ai do të turpërohet. Ai thotë se edhe ai do të turpërohet nga ata që turpërohen prej tij. Edhe ai. Kështu që ne nuk kemi përse ta fshehim atë identitet shpirtëror, por ta shpallim Perëndin ton, të flasim për Perëndin dhe t'i ftojmë njerëzit që të kërkojnë Perëndin. Ti je i sëmur, po vuan, ke probleme, beso në Zot dhe kërko Perëndin. Drejtoju dhe foli dhe do të shohësh se si Perëndia do të shfaqet në jetën tënde. Kjo është mënyra se si duhet të flasim për Perëndin. Thot, prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, edhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim në qej. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qej. Sa e trisht, është shumë e trisht që Zoti të na mohoj. Prandaj nuk kemi pse të turpërohemi, apo jo, vëllezër dhe motra. Ne duhet ta mbajmë kokën lart dhe të themi, unë jam i krishter besimtar në Jezu Krisht, si biri Perëndis, si vetë Perëndia që ai është, dhe ndjek rrugët e tij dhe lexoj Biblën. I bekuar qoftë Zoti. Mirë, vazhdojmë me vargun 34. Mos mendoni se erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk kam ardhur të sjell paqen, por shpatën. Dhe kështu ishte e vërtet sepse njerëzve, kur u predikohet fjala e Zotit, për shembull në një familje, dikush dëgjon ose njeh fjalën e Perëndis dhe Perëndia i flet, atëherë personi vazhdon të shkojë në kishë dhe familja e merr vesh dhe bëhet armike e tij. Atëherë familja i thot, do të heq trashëgimin, duke qenë se shkon atë kishë do të heq çdo gjë, nuk do të kesh trashëgimi. Nuk do të përshëndes më, mos më quaj baba ose nën, sepse nuk jam më asgjë për ty. Shko në kishën tënde, le të t'japin atje gjithçka e të bëjnë çdo gjë për ty. Kështu ndodh. Zoti nuk erdhi për të sjellë paqe në tokë, por ndarje, përçarje, ndarje në familje, mes njerëzve. Prandaj duhet të dim të zgjedhim rrugën, duhet të vazhdojmë dhe të kemi bindje dhe të vazhdojmë rrugën e Zotit, sepse nëse nuk e vazhdojmë rrugën e Perëndis, do të na shkojnë gjërat shumë keq në jetë. Nëse ne preferojmë Zotin, atëherë Perëndia do të na jap fitore, edhe nëse familja na braktis ose nëse miqt na braktisin dhe na lënë mënjan. Prandaj nuk duhet të turpërohemi. Sepse Zoti thotë se nuk erdhi për të sjellë paqe, por më tepër si ndarje mes njerëzve. Sepse erdha të ndaj njeriu nga ati i tij dhe bijën nga nëna e saj dhe nusen nga vjerra e saj dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së tij. Kjo është e vërtetë. Save prej jush ju ka ndodhur diçka e tillë? Shumë prej jush. Juve ju ka ndodhur që të keni pasur armiqësi brenda familjes për shkak të kishës, për shkak se ndiqni rrugën e Zotit. Por sa bukur është të ndjekësh rrugën e Perëndis. Është shumë e bukur, unë jam shumë e lumtur me Perëndin ton. Në rrugën e Zotit, unë jam shumë e lumtur. Dhe thonë se lumturia nuk ekziston, por me Zotin po lumturia ekziston. I bekuar qoftë Zoti. 37 thot, ai që do atin ose nënën, më shumë se mua nuk është i denj për mua, duke dhënë të kuptuar se është ndoshta djali dhe njohu kishën. Perëndia i foli dhe i pëlqeu dhe dëshiron të shkojë në kishë. Por babai dhe nëna i thonë, do të heqim nga trashëgimia, mos na quaj më nëna apo baba, sepse nuk të duam më sepse shkon atë kishë. Zgjidh.
Dhe ai atëherë fillon të thotë, po unë do të shkoj me babain dhe nënën time, kisha është shumë e bukur dhe atje është Perëndia, por nuk mundem. Preferoj të jem me babain dhe nënën time. Atëherë Zoti thot, ai që e do atin ose nënën më shumë se mua nuk është i denj për Zotin. Edhe ai që e do birin ose bien më shumë se Zotin, thot se as ai nuk është i denj për Zotin. Prandaj askush nuk duhet ta lër veten të korruptohet, si mund ta themi në këtë rast, të shantazhohet, të korruptohet, të kërcënohet me kërcënime. Do të t'i heq gjërat, nuk do të përshëndes më, mos eja më në shtëpinë time, nuk të dua më. Nuk do të trajtoj më si pjesë e familjes. Perëndia i pari, i bekuar qoftë Zoti, Perëndia është i pari. Dhe ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denj për mua. Dhe çfarë do të thotë të marrësh kryqin e Zotit? Çfarë do të thotë të marrësh kryqin? Të marrësh kryqin do të thotë vuajtje, mundime, përndjekje, kritika, fyerje, përçmime, përbuzje, atëherë familja e përbuz, personin e dëbon. Mirë, i thot, duhet të zgjedhësh ose kishën tënde, atë Perëndi për të cilin flet ti me Biblën tënde ose këtu në këtë shtëpi. Kë do të zgjedhësh? Jo, unë zgjedh rrugën e Zotit. Kjo sjell vuajtje. Sepse humben edhe disa gjëra materiale të jetës që më parë personi i kishte dhe tani nuk mund t'i ketë më. Atëherë vjen edhe përbuzja dhe vuajtja edhe sëmundjet. Djalli po ashtu vjen ta sulmoj personin, vjen i ngre kurthe personit sepse është në kish, i vendos sëmundje, një aksident ose i heq punën, madje mund t'i largojë nga jeta edhe njerëzit më të dashur. Pra djalli bën shumë të këqija dhe përfiton nga rasti dhe njeriut mund t'i ndodhin shumë gjëra. Kjo quhet të marrësh kryqin. Kryqi është vuajtja. Vuajtja që përjetoi Zoti Jezu Krisht, prandaj thuhet se secili prej nesh në një farë mënyre mban edhe një kryq shpirtëror, ku duhet të përballemi me të gjitha gjërat që na ndodhin në jetë, sepse na ndodhin shumë gjëra të pakëndshme, por këtu jemi përpara Zotit dhe vazhdojmë rrugën dhe kemi besim tek Zoti dhe presim që Zoti do të na jap fitore dhe triumf, dhe se Zoti nuk do të na lejojë të vuajmë gjatë gjithë kohës, sepse ai thotë se zgjedha dhe ai kryqi i rënd për ne do të bëhet më i lehtë, sepse Zoti do të na ndihmojë. Atë nuk e ndihmoi askush ta mbante atë kryq, të gjitha të vuajtje, por ai po na ndihmone. Prandaj gjithçka bëhet më e lehtë. Pra, ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje nuk është i denj për mua. Ne duhet të tolerojmë dhe të durojmë të gjitha vështirësitë dhe të gjitha momentet e vështira të jetës dhe të vazhdojmë të ndjekim Zotin. Por Zoti na jep fitore në cilin do moment. Kush do të gjej jetën e vet, do ta humbas. Do me thënë, ai që e do, ai që kërkon ta mbroj, ta ruaj dhe thot, mirë, unë nuk do të shkoj më në kish, do t'ju bëj qefi njerëzve të mi, miqve të mi, familjes time, që të mos humbas të gjitha gjërat materiale që gëzoj, por thuhet se ai vepron kështu dhe më vonë Zoti i heq çdo gjë dhe aty mbetet pas gjë. Pas gjë sepse mund të vi dita kur edhe vetë familja e përbuz dhe kjo mund t'i ndodh në jetë, sepse bëri zgjedhje të gabuar, sepse nuk zgjodhi rrugën e Zotit, por zgjodhi gjërat materiale dhe gjërat materiale janë të përkohshme dhe nuk zgjasin shumë. Atëherë thot, kush do ta gjej jetën e vet, do ta humbas. Por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej përsëri. Do me thënë ai që vuan për shkak të Zotit, thuhet se më vonë do të ketë fitore, do të ketë bekime dhe triumf në jetën e tij dhe kështu është, faleminderit Zotit, ai që ju pranon, më pranon mua. Dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Pra një njeri, një person dëgjon, predikon, biri i Perëndis, besimtari predikon dhe i mëson fjalën e Perëndis dikujt, tjetri beson dhe atëherë thuhet se Perëndia aty e bekon, sepse ai që i refuzon besimtarët, bijtë e tij, ndjekësit e tij, ata që punojnë në veprën e ungjillëzimit,
thot Zoti se ai që pranon do të marrë shumë bekime, jo vetëm nga Zoti, por edhe nga Ati ynë qellor, i cili e dërgoi atë, thuhet se ai do të marrë bekimin e Perëndis. 41 thot, ai që pranon një profet në emër të një profeti do të marrë shpërblimin e një profeti. Dhe ai që pranon të drejtin në emër të drejtit do të marrë shpërblimin e një të drejti, do me thënë çdo person do të marrë shpërblimin e punës që ka bërë, dhe ata që kanë qenë pjesëmarrës duke dëgjuar fjalën e Perëndis dhe që kanë besuar dhe kanë përgatitur zemrën e tyre për të pranuar, për të besuar, për të ecur përpara, për të filluar për të lexuar Biblën, që t'i luten Perëndis ta nderojnë Zotin dhe ta ndjekin këtë rrugë pa parë problemet, mundimet ose vështirësitë që i rrethojnë, por duke vazhduar në rrugën e tyre, thuhet se Perëndia do t'i shpërblej, se Perëndia do t'i bekojë në mënyrë madhështore, thot, dhe kushdo që jep për të pirë qofte dhe një gotë ujë të ftohtë, po referohej këtu apostujve, të cilët i kishte dërguar për të predikuar dhe për të bërë mrekulli në çdo vend, ata ishin të vegjëlit, thot, dhe kushdo që jep për të pirë qofte dhe një gotë ujë të ftohtë ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, dishepujve, në emër të një dishepulli, në të vërtet ju them se nuk do ta humbas, ai person nuk do ta humbas shpërblimin e tij, por Perëndia do të jetë aty gjithmonë i vëmendshëm për të bekuar personat, për të bekuar njerëzit, për të bekuar atë që punon dhe atë që e pranon predikimin, atë që e pranon mësimin, atë që e pranon favorin, hirin e Perëndis. Pra, siç mund ta shikoni ju, sa bukur është të reflektojmë mbi Zotin. Sa bukur është kur ne hapim Biblën dhe lexojmë me zemër. Ashtu siç kemi lexuar këtu me zemrën tonë, kemi lexuar këto shkrime të mrekullueshme dhe nuk janë shkrime për të cilat mund të thuhet jo, ato janë shkruar para mira vitesh dhe tani kanë kaluar, kanë dalë nga moda, kështu thon njerëzit, kanë dalë nga moda, tani janë vjetëruar. Jo, fjala e Perëndis nuk do të vjetërohet kurrë, edhe nëse është shkruar këtu në letër. Fryma e Perëndis vjen dhe u jep jetë në shpirtrat tanë, në zemrat tona, këtyre shkrimeve të mrekullueshme. Dhe ai bën që çdo gjë që Zoti bëri dje, do me thënë me mira vjet më parë, ta bëj edhe sot. Dhe Zoti sot shfaqet në jetën tonë. Ai na dëgjon. Prandaj unë ju ftoj edhe ata që ende nuk e kanë marrë vendimin për të shkuar në kishë. Shkoni në kishën më të afërt, kisha e Zotit ministrore Jezu Krishtit ndërkombëtare. Shkoni dhe mblidhuni në kishë. Shkoni merrni pjesë, dëgjoni profeci, që t'ju vendosin duart nëse jeni të sëmurë. Kërkoni që të lutem për ju për shërim, për çlirim, nëse ju besoni se ju kanë bërë magji. Shkoni që t'ju vendosin duart dhe Zoti do t'ju çlirojë nga të gjitha këto, Zoti do t'ju bekojë. Prandaj mos keni frikë, mos ndjeni përtaci, mos keni turp nga ato që do të thonë të tjerët, mos mendoni se çfarë do të thonë. Perëndia vjen i pari. Lumturia jon vlen më shumë se ajo që mund të thonë të tjerët. Lumturia jonë është të ndjekim Perëndin, qofti për lëvduar emri i Zotit tim për jetë, Zoti im ju bekoft të gjithëve në mënyrë madhështore, Zoti qoftë me secilin prej jush dhe bëft shumë mrekulli në jetët tuaja, zemra juaj qoftë e gëzuar gjithmonë, do të lutemi. Ati shenjtë, atë qellor, krijues i qejve dhe i tokës, Perëndia ynë i plot fuqishëm, ti na krijove me dorën tënde të fuqishme. Jemi vepra e duarve të tua. Faleminderit Zot. Faleminderit që na lejove të njohim këto rrugë, që të njohim Biblën. Faleminderit Zot sepse kemi pasur kaq shumë eksperienca, përjetime të mrekullueshme kur lexojmë Biblën, kur e mbajmë në zemrën tonë, kur fryma jote e shenjtë zbret mbi ne dhe ti na bën të shohim vegime, ose të kemi ëndra, ose zbulesa, ose ti na jep frymën e shenjtë
që të flasim në gjuhë të tjera ose që të profetizojmë, kjo është gjëja më e bukur që njeriu mund të marrë në jetën e tij. Këtë dhuratë të mrekullueshme nga ana jote, Zoti im. Faleminderit o Zoti i përjetshëm. Faleminderit. Ti je i fuqishëm, Zot. Të kërkoj Zot që të kesh mëshirë. Ki mëshirë për të gjithë ne. Ki mëshirë për të gjitha ata persona që në këtë moment po të thrasin ty për shërim fizik, sepse ka sëmundje të ndryshme, ka shumë njerëz të sëmur, të shtrirë në shtrat, të shtruar në spital. Ka shumë njerëz me aftësi të kufizuara në karrige me rrota, shumë njerëz që nuk dëgjojnë, shurdh me mec, shumë persona që nuk mund të flasin, nuk mund të arsyetojnë, nuk mund të mendojnë me kthjellësi, nuk mund të shprehen, ata që nuk shohin, ata që janë të sëmur nga organet e brendshme të trupit, personat me sëmundje të lëkurës, ka kaq shumë sëmundje, Zot. Shtrije dorën tënde shëruese, ti e mjeku hynor, Zot. Për ty nuk ka asgjë të pamundur, ki mëshirë, Zot, dhe na ndihmo të bindemi, të përmbushim urdhërimet e tua që në këtë mënyrë të marrim të mirat e tua. Faleminderit Tati i Shenjtë, faleminderit Zot, në emrin e lavdishëm të Krishtit Jezus, i bekuar qoftë Zoti, nderi dhe lavdia qofshin për Perëndin ton i bekuar për jetë. Faleminderit Zot. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. I bekuar qoftë emri i Zotit, falenderojmë Perëndin ton. Zoti ju bekoft të gjithëve, një përqafim shumë i fortë për të gjithë vëllezërit, motrat dhe për të gjithë personat sot. Puthja për fëmijët dhe Zoti ju bekoft në mënyrë madhështore. Shumë faleminderit edhe juve këtu vëllezër dhe motra. Faleminderit, Zoti ju bekoft, mirupafshim.